Edi puth dhe përqafon Dolçen me një afeksion të hapur, duke e bërë të qartë para gjithë banorëve se mes tyre po krijohet një lidhje që po bëhet çdo ditë dhe më e fortë. Ata arrin afër njëri tjetrit, duken të relaksuar dhe të qeshur, sikur pjesa tjetër e shtëpisë nuk ekziston. Banorët i shohin se si shkëmbejnë batuta, përkëdhelje të lehta dhe momente të qeta ku thjesht shijojnë shoqërinë e njëri tjetrit, duke dhënë përshtypjen e një çifti që po e gjen veten natyrshëm. Edi i thot Dolçes me zë të ulët se ajo është një vajzë shumë e mirë, se ai e vlerëson mënyrën si e trajton, si flet dhe si i qëndron afër. Ai duket i sinqert dhe i përmbledhur në fjalët e tij. Sikur më në fund ka gjetur dikë me të cilin ndjehet rehat. Ndërsa e mban në krah, Edi i rrëfen se nuk po e sheh këtë gjë si një lojë ose si një moment kalimtar, por si diçka që mund të shkojë më larg. Ai i tregon se dëshiron diçka serioze, se nuk po e kërkon thjesht një lidhje të përkohshme brenda shtëpisë, por diçka më të thellë dhe të qëndrueshme. Dolçe e dëgjon e qetë, e buzëqesh dhe ndjen se fjalët e tij e prekin. Të dy vazhdojnë të qëndrojnë të përqafuar, duke krijuar një atmosferë të butë dhe të ngrohtë që bie në sy të gjithëve. Ndërkohë, banorët fillojnë të komentojnë për afërsinë e tyre, duke vënë re se marrëdhënia mes tyre po bëhet gjithnjë e më e dukshme dhe më e fuqishme. Sidoqoftë, Edi dhe Dolçe duken të përqendruar vetëm te njëri tjetri, duke e lënë gjithçka tjetër në hije ndërsa kalojnë kohë të bukur së bashku.